kerët kanë shrit, vetëm kanë të rrugë, ma herët në bander që aty se është akull, shumë kanë rruga. Banorët në rrugën Xhevat Begolli dhe Besim Levonja, e njohur ndryshe si Lagja te Pasulat, te kodra e trimave në Prishtinë, po shprehin shqetësimin e tyre për rrugën e papastruar pas rreshjeve të Borës. Ata deklaruan se po ndihen në rrezik nga rruga e ngrirë dhe thanë se kjo gjendje po u paraqet probleme në lëvizje e që sipas tyre komuna nuk po merret fare me këtë çështje. As ka ardhur kush me hjek Borë, as ka ardhur me qitë kryp, te të shqitoria thanë jenë këthyr që aty, as vje kush më në këshyr, as që apo del kush, apo qëtë në smut, anë e diqka. Këtë, jo veç kja rrugë, po të gjitha. Vjen te në hymje sa me pas që këtë dikush, edhe ma ne hisë. A keni bo kërkes te komuna e Prishtinës për këtë çështje, keni marrë ndonjë përgjigje? Unë për vetin nuk kom bo, po këta kanë bo poshtë. Bile bash njoni pak ma herë tha që 3 hera 4 i thirën, tha që po vim, tha se scenarë. Shumë është shqetësuese se kena pas shumë probleme, sidomos nuk kanë qita as kryp, as kur gjë, kerët kanë shrit, vetëm kanë të rrugë, ma herët në bander që aty se është akull, shumë kanë rruga. Njerëzit kanë rrëdzu rrugës, shumë ka pas probleme, shumë. A keni bo ndonjë kërkesë ose ndonjë ankesë në komunë lidhur me këtë çështje dhe cila ka qenë përgjigjja nëse po? Po, kena ba ankesa, janë shkull familjarët, këtë kjo lagje kena ba ankesa, po Badi Hava nuk janë ardhur, as nuk janë ardhur me këshyr bile, që është rruga as kur gjë heq. Ndërsa nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në komunën e Prishtinës premtuan intervenim shumë shpejt dhe propozuan që thirrjet e kërkesat qytetarët t'i bëjnë direkt në qendrën operative. A ka ndonjë afat kohor se kur pritet që me u rregullu ky problem? Shumë shpejt trajtohen ato ekipet të që janë teren, sigurisht edhe janë shumë afër aty edhe shumë e mundshme është që i kanë trajtu, po qytetarët presin kanjëherë që efekti me ndodhë me njëherë dhe me arrit me njëherë. Pastaj varet shumë ka momente për shkak kur temperaturat janë -5, nuk i trajtojmë me kryp sepse nuk ka efekt krypa. Ose me gjujt në det, janë orët e procedurat e caktuara në cilat ne i trajtojmë. Kjo është puna e inxhinierave dhe njerëzve që merren me këtë punë. Shikoj njerëzit po ankohen, po thrasin adresa pa adresa, na e kemi një qendër operative ku i pranojmë thirrjet dhe i trajtojmë gjithë prej ato që i marrin në qendër operative. Nuk kemi lënë asnjë thirrje dhe ankesë pa trajtuar.